dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Për pjesën tjetër të kohës që kemi në dispozicione si prokurori, kolegët e mi do të vazhdojnë që të diskutojnë për përgjegjësinë e të akuzuarve për krimet akuzuara në akt akuzë. Së pari, zoti Tigër dhe zonja Losën do të diskutojnë planin e ato akuzuarve për të fituar dhe të ushtruar kontroll në gjithë Kosovën dhe hapat kriminal të kryer për të eliminuar oponentët dhe për të arritur qëllimin e tyre. Zoti Paç më pas do bëjë një përmbledhje të modeleve të krimeve, përfshirë këtu persekutimin, tretimin mizor, ndalimin arbitrar, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë, të cilat kanë ndodhur në autoritetin e të akuzuarve në përputhje me qëllimin e tyre të përbashkët kriminal.